Prej afro 35 vitesh në një godin jetojnë më shumë se 30 familje, ndërsa mungesa e investimeve gjatë viteve e ka amortizuar ndjeshëm objektin duke e kthyer jetesën në një sfidë të përditshme për banorët. Pami tregojnë qartë gjendjen e rënduar të ambienteve ku lagështia, amortizimi i godinës dhe mungesa e kushteve bazë janë kthyer në shqetësim serioz për familjet që jetojnë aty. Bëhet fjalë për familjet të komunitetit rom, por jo vetëm të cilat prej vitesh përballen me mungesë investimesh dhe kushte të papërshtatshme jetese. Banorët shprehen se problemet janë të shumta, duke nisur nga mungesa e ndriçimit dhe amortizimi banjave deri tek rreziku që paraqet godina në rast emergjencës. Të tërë neve si komshi që jemi këtu vuaj, banjat, mikrobet, sëmundjet, nuk po i marrin vesh, nuk e bëj mend asun. Ma po më bëj djali 16 më bënë, a kanë ardhur 2 herë t'i lyna, po ja. Pa derë, pa gjë. Këtu nuk ka një ndriçim. Këtu nuk dinë që të kemi një vdekje si do të nxjerrim të vdekurin, se të gjallë jemi flus ka sapuni. Shtëpia ka ardhur, nuk ka bërgje. Do rregullojmë këtë, asnjë gjë s'ka bërë. Kam nikur me vlladiun sa jam tash. Kam nikur në Greqira, është bashkisë, ma ka në bashkia. Po çfarë jeton ja? 3 vite me një dhomë. Jetoj? Famiti kam në 40 vite. Jo të mira. Edhe bajnë, në shuaj shikoj si janë bajnë. Pa rregulluar, pa gjë. Për të ardhur këtu nuk vinë të shikoj fare. Kur vinë votat, vinë. Kur vinë votat. Kur të vinë votat nuk interesojnë fare. Ndërkohë, jashtë kamerave, zyrtarët të bashkisë bëjnë me dije se ekziston një projekt për investim në këto banesa, por ende nuk është siguruar financimi i nevojshëm, pasi sipas tyre kërkohet një ndërhyrje thellë dhe jo thjesht sipërfaqësore.